a do të ketë Narcos Albania në Netflix? Ka shumë mundësi që të ketë, sepse interesi, domethënë krijimi i një profili të Shqipërisë bazuar mbi këtë pamje, pra Shqipëria vetëm e narkosve, mund të jetë atraktive për publikun evropian. E për fat keq neja kemi kriju vetes këtë imazh. Nëse do donim ne të krijonim në Netflix një Touristic Albania, do të ishte shumë më pak interes për ta se sa Narcos Albania. Për fat keq edhe sukseset tona në fushën e aktrimit, aktorëve shqiptarë që jetojnë në jashtë janë suksesshëm, ofertat e tyre që u vinë janë pikërisht mbi profilet të këtyre karaktereve. Krimit, po. Nëse do të jesh aktor shqiptar, do të jesh kriminal në një film. Po. Sigurisht unë nuk do të mendoja, se nuk jam aq naiv sa të mendoj që ne mund të krijonim profilin e shqiptarit turistik ku ka vetëm diell, mikpritje dhe dashuri, sepse kjo do të ishte një propagandë e pastër dhe po themi bota nuk është naive për me na pranu vetëm mbi këtë profil që dëshirojmë ne. Po nga ana tjetër është detyra jonë për ta nxjerrë këtë tipar të po themi të shoqërisë tonë, sepse Shqipëria nuk është vetëm narkos në fakt. Do të ishte e gatshme shoqëria shqiptare, shoqëria e Shqipërisë të ballafaqohet me Narcos Albania, dhe do të ishte e gatshme siç nuk është, për shembull, shoqëria e Kosovës për të ballafaquar me krimet e luftës dhe procesin e pas luftës në të cilën ka ndodhur vrasje të tmerrshme. Të dyja fenomenet janë fenomene në të cilat ka një ndërhyrje të dhunshme për të mbajtur të fshehura, për të mbajtur të pa adresuara, për të mbajtur të pa folura. Fjala vjen flitet shumë pak për fenomenet e drogës ndër të rinjt në Shqipëri. Flitet për largimin, po flitet si një fenomen që po ndodh në gjithë botën, largimin e të rinjve, braktisjen e Shqipërisë. Pra, motivimi është që kjo është një gjë që duhet ta pranojmë, sepse ndodh, ata do kthehen, do ta shohin që Shqipëria do eci përpara etj. Po si do eci Shqipëria përpara nëse gjithë forca prodhuese apo energjia e re ikën jashtë? Pra çfarë do të ndodhi me vendin? Si do të zhvillohet? Për të arritur që të frenohen këto fenomene, do duhet që vetë politika të marrë masa drastike, të marrë veprimet konkrete politike për t'i ndaluar fenomenet. Politika nuk është interesuar, sepse është vetë përfshime në problematika që ka kriju shoqëria, është vetë përfshirë në përhapjen e drogës, është vetë përfshirë në luftimin e fenomeneve që bjen droga, është vetë përfshirë në atë që thash në një arsim të cënuar sipërfaqësor, jo përmbajtësor, është vetë përfshirë në mungesën e impenjimit për një kulturë, për me ngrejt vetë dijen e publikut, për me adresu problemet që përballon shoqëria. Pra, në tërësi, fajet e politika ose më saktë qeverisja i qetëson ose i sheshon problemet duke mos folur për to. Po ato janë aty. Dhe kjo atër i bie barre të fysht, do të thonë gati si të teatri antik, artit, që të merret me këtë punë. Është e vërtet, i takon, madje duhet punu për të arritur vetdijen e artistëve, për me pa veten. Edhe kjo sigurisht i takon shkollës, krijimit të brezit të ri të artistëve, për me pa veten jo vetëm si entertainers, jo vetëm si njerëz të aftë për me kriju emocionet tek publiku, për me tregu histori të bukura që janë krijuar në antikitet apo në klasik, por me pa artin si një mjet i cili mundet me shkund shoqërinë nëpërmjet mesazheve të forta, edhe nëpërmjet përdorimit të ngjarjeve reale si material i parë për ngjarje teatrore. Pra jo vetëm përdorimin e trashëgimisë dramaturgjike botërore, sepse ne mund ta vëmë sken Macbethin e Shakespeare, që është një vepër madhështore mbi marrëdhënien e pushtetit me individin, mënyrën si e korrupton jetën e njeriu. Por do duhet nga ana tjetër të gjejmë fenomenet tona të përditshme për t'i adresuar dhe për me kuptuar njerëzit se si pushteti mundet me korruptu jetën e individit. Këtu hyn sigurisht, siç e thash, shkolla, hyn detyrimi jon si edukues, për me ndihmu të rinjtë edhe me u dhon krah që ta gjejnë rrugën e tyre për t'i manifestuar këto talentet artistike. Përmende Macbethin dhe më radh mend
një Macbeth me regji në Tiranë dhe një Macbeth me regji në Prishtinë, një Macbeth me regji edhe me aktor në Tiranë nga Shqipëria dhe me aktor në Kosovë, a janë pjesë të njëjtës kulturë? Mendoj që po. Ndonë se shkëputja jonë shumë e gjatë nga njëri tjetri, ka krijuar si më thënë, diferenca në kulturë apo në jetën e përditshme apo në mënyrën si e jetojmë jetën, mendoj që në thelb, në ADN, ne jemi një. Kështu që Macbethët dramaturgjikisht do jenë të njëjtët, mund të jenë nuancat, mund të jenë kostumet, mund të jetë estetika e shfaqjes teatrore e ndryshme, mund të jetë peizazhi, skenografik i ndryshëm, po në thelb fenomenet e pushtetit, se si ai e merr peng jetën e individit edhe pastaj si më e transformon, janë të njëjta. Unë nuk shoh ndryshime thelbësore, shoh nuanca, edhe më pëlqejnë nuancat, madje do doja që sa më shumë nuanca, sa më shumë diversitet bëhet më e bukur, më e ngjyrshme, më e larmishme. Përgjigjja natyrisht është natyrshme, ekziston një Macbeth, është vlerë universale dhe ndahet në dy shoqëri shqiptare me vizion të njëjtë, por në ekzistimin e dy shoqërive shqiptare apo shkojmë drejt krijimit të kulturave shqiptare apo të kulturës shqiptare? Unë mendoj që mendoj që është më e shëndetshme kulturat shqiptare. Mendoj kulturat, pra të kishim pluralizëm, po unë jam për pluralizmin. Mendoj që edhe arti zhvillohet mbi bazën e individualitetit. Njerëzit janë të ndryshëm nga njëri tjetri. Është ndofta ana pozitive e ndarjes së gjatë mes Shqipërisë dhe Kosovës, pra diversiteti. Në të gjitha pikpamjet. Nuk është diversitet fondamental, mendoj, shoh shumë gjëra, e thash, vertikalisht ne jemi një, por ato ndryshime që i kemi është e mira që t'i ruajmë edhe madje t'i shtyjmë përpara, sepse më pëlqen që t'jetë sepse bëhet interesante takimi i kulturave. Pra nëse këto zhvillohen dhe janë të ndryshme, takimi i tyre bëhet dhe më interesant. Ballafaqimi i tyre dhe shkëmbimi mes njëra tjetrës. Ne gjatë tani kemi, për nga eksperienca ime personale, ngjarje të caktuara kulturore ku Shqipëria dhe Kosova takohen. Madje në këtë dialog do doja ta shtonim edhe Maqedoninë, ta bënim trilog, në fakt, sepse shpesh ne harrojmë atë pjesë të ku jetojnë shqiptarët, edhe që është shumë e rëndësishme, e cila në fakt për te Kosovës më intereson më shumë. Kam një lidhje të çuditshme me Kosovën, e kam dhe të shpjegueshme. Siç e tha dhe ju në fillim, unë jam martuar me një kosovare, po me Maqedoninë kam një ndjenjë të rreqe, edhe trishtimi për shqiptarët atje, sepse më falë se po kaloj në një tjetër dimension, po do kthehem ke biseda që kishim, sepse ata në biseda me ta ndihen si të mënjanuar. Ndihen si një xhep i lënë mënjan. Janë larg Shqipërisë, po edhe Kosova me sa duket duke qenë shumë e fokusuar në marrëdhënie me Shqipërinë, me tërheqjen e saj historike ndaj nënës Shqipëri, në një kuptim i ka lënë si mënjan. Edhe ajo kulturë është një kulturë e harruar, e sulmuar, ndofta edhe në proces asimilimi. Do doja që ajo t'ishte fokusi edhe i politikave tona kulturore, sepse atje ka resurse të jashtëzakonshme njerëzore, burime fantastike, talentesh, edhe energjie. Më i mirë për momentin. Edhe teatri më i mirë për momentin. Kështu që takimet tona, të kthehem tek biseda që kishim, janë shumë të bukura kur ka diversitet estetik, edhe përmbajtësor, edhe kulturor, edhe artistik, edhe interpretativ.